është tjetër gjë Florida dhe New York, është tjetër gjë Tirana dhe Sukthi. Po, votuesit e opozitës do të ndjeshin të fuqishëm. Se ne kemi një test elektoral, i vetëm një test është zgjedhjet lokale. Dhe në zgjedhjet lokale 180, 200.000 veta refuzuan për të marrë pjesë në votim, që ishte dallim nga gjitha zgjedhjet dhe refuzuan në qendrat përfshirë të Tiranës, në qendrat kryesore, edhe që në gjitha sondazhet ishin votues kundër qeverisë. Po, vërtet. Do të thënë ky demotivizëm i daljes së demokratëve dhe i opozitarëve. I kemi provu gjitha sondazhet. Gjitha na tregonin që ata nuk e votojnë qeverinë. Por ata ishin votues potencial të opozitës dhe ata refuzuan marrin pjesë në votim. Po, pra këtu dalë. Këta njerëz që refuzojnë janë, mund më mbaj mend nga llogaritë duhet të jenë 400.000 këtu. Kjo çan hambarin. Dhe ideja është e tillë që kjo faqgri që ishin votues kundër qeverisë dhe nuk votuan opozitën, nuk indikon çështja me Gonigalit personalisht. Ndodhi hera parë që ka ndodhur kjo gjë. Ky lloj testi u bë në periudhën pasi ishte dhënë në ngrada deri në periudhën ishte debatën në PD. Mos agri, ata ishin demokratë demotivuar që nuk shkuan votonin. Ata ishin blu që u bën ngri. Jo, ata ishin demokratë që nuk dolën të votonin. Gjë që PD-ja nuk do ta ndonte as në 2025-ën. Por unë shoh që në perspektivën e konsumit të kësaj çështjesh në ngrata tani, ka le efektin ai. Kuptoj pra, njerëzit kur të vijë puna të 11 maj nuk do të marrin për llogari fare. Në perspektivën time, qoftë këta të djathtët që janë Fidelity besnik komplet, qoftë këta grit, qoftë edhe unë. Po t'jam, pra unë po ta merr këtë. Mendoj që nuk ka efekt, edhe demokratët e ka rrezikun të mos dalin në zgjedhje. Unë po të vete të vota, se unë s'para vete, po të vete dhe ta mendoj këtë logjik, unë nuk do ta mendoja propozitën si djathtë, pra i djathtë, çfarë do më shumë, dakord? Po çfarë djathtë? Nëse më lejohet, për këtë kaq, më shumë këtë pikë. Ideja është tjetër gjatë thua për shkak sot ne po na duket se kush ka punuar me presidentin Biden duket se kur është i keq tani sepse ne dimë që kena punuar me presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kështu që Amerika ka ndryshuar shumë. Ideja nëse Partia Demokratike do na krijonte narrativen që po, është konsumuar, ka ndodhur procesi me Gonigal, kemi parë gjëra, do hetohet, do ndodh, do mbyllej kjo histori, do harrohej, do mbyllej. Në momentin që bëri krejt kundërtën, e mbushi publikun me premtime që muajin e parë, javën e parë, ditën e parë, do hiqet, do bëhet vizitë, do shikoni, edhe djetan, do shikoni. Ata vetë po kujtojnë... Ata po e karikojnë buksin e tyre për diçka që do të ndodhi këto ditë. Ditët e fundit të fushatës. I gjithë strategjia e PD-s është antistrategjike. Antistrategjike në listë elektorale, se patën bëj një listë, fut një... Sa të marrësh gjithë ata që janë para spakut, merr patën dy njerëz që e kanë mirë me botën. Një që është pro-amerikan, një që është... Një që e do Tirana, më që e do... Mori që i konvjen që është njëri që e respektoj bota, e respektoj Gjermania, e respektoj Britania. Merr një nga, jo gjithë burgut, jo gjithë ata, e dyta, ti do të nëshej narrativen, po them narrativen, nuk është të thënë që unë do të maj kapelin si Trump që të jem si Trump. Po unë do të them, unë do bëj, nuk do jem shqetësim për sigurinë në botë, nuk do të prodhoj kriminalitet, nuk do prodhoj imigracion dhe po themi kokain, drogë, ku diun problematika që shqetësojnë sigurinë, që të prodhojë ti besnikëri dhe partneritet besueshëm si model qeverisës. Jo me idenë, unë jam me atë, kam gjetur një mik atje, do ma heqaj, do më bëj një ftesë, do ik me avion nga Turqia, do më siguroj një partner në Turqi, dhe pa bëra unë ata fitet zgjedhjet, zgjedhjet vendosën këtu. Dakor. Do të votojnë shqiptarët, jo amerikanët. Të ndoni se paguna i tjetër, çka ka pasur Gjoni, çka ka vëdi. Në fakt me këtë tregoj që Lale Gjoni pagun edhe këtu, edhe Lale Gjoni me 6 milion euro është pa nuk ka agresivitet përballë kampeve, kampet nuk është se po luftojnë me njëri tjetrin. Tha zoti Krasniqi në fillim, po gara është vendosur brenda. Ndërkohë kemi parë të paktën nëpër media raportime, situata për një përplasje në Elbasan apo qoftë edhe në qarqe të tjera që mund të tensionohet situata apo mbështetja e grupeve kriminale mund të vijë duke ushtuar për një kandidat apo për një kandidat tjetër duke u afruar më shumë me datën e zgjedhjeve. Kemi ne një pasqyrë të qartë cilat do të jenë ato zona që do ta kenë më shumë problematik këtë radhë dhe sa do ndryshojmë nga 2021-shi. Edhe me spaku në terren, por edhe me faktin që nuk luftojmë më me kundërshtarin politik, po kemi balancat brenda që me sa duket janë prishur. Ne kemi publikuar nga ISP-ja atë hartën e riskut, që kemi bazuar në gjithë ta element, dhe është publike tashmë, se është konsumuar dhe nuk e kemi këtu për ta parë, por kush është shqetësimi im në gjithë këtë histori? Ne kemi dy lista. Listën e mbyllur, do thot lista e mbyllur, kryetari i partisë politike, kushdo qoftë ai, i ka menduar të gjitha gjërat dhe ka vendosur të ketë listë individ caktuar duke emëruar deputat. Ata i do në parlament. Po, dhe nga ata që i do në parlament, ne kemi tek lista e Partisë Socialiste njerëz të lidhur me krimin organizuar.
ose sponsorizuar nga krimi organizuar. Kemi njerëz të cilët individi është larguar nga politika ose është detyruar të largohet nga politika dhe kanë futur anëtarë të familjes tyre. Do thotë kemi poste të blera. Në gjuhën politike këto thonë poste të blera dhe kjo tani pyetja është nuk e ke bler me atë të lagjën la Prag, e ke bler me atë që ka drejtë vulës firmës në 12 natës kur dorëzohet në KQZ. E do na duhet një hetimi tjetër i spakut, siç ndodh në rastin e deputetit Shiakut, për ta zbuluar kush ka qenë ai burri dhe kush ka qenë garancit. E njëjta gjë edhe tek disa nga listat e opozitës. Ne kemi individ që janë në netime, janë procese, janë masa, janë të dyshuar, janë pjesë e dosjeve, janë larguar nga vetingu jo për shkak kredenciale dhe një procesi, por për shkak problematika të tilla dhe janë listë. Pyetja është çfarë i shtyn një parti të madhe që do të qeverisë Shqipërinë të shkojë të marrë ta njerëz. Kjo është pyetja, domethënë 1 milion që nuk arrim do ta kuptojmë se si është e mundur dhe për të rënë asaj tezës së parë. Pse ata? Pse duan tani? Ja po të marr Durrësi dhe Shkodra, po të marr 2 qytete. Durrësi dhe Shkodra kanë universitet. Po drejt që e mori gjej një pedagog në atë universitet. Dhe